Kryeministri Edi Rama si dhe Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaru zhvillua një takim me kryebashkiakët e qyteteve bregdetare dhe operatorët turistik lidhur me përgatitjet për sezonin veror 2025. Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Kumbaru u shpreh se këtë vit janë shtuar stacionet e plazheve publike, ndërsa pritet që ky sezon turistik të jetë më i suksesshëm se ai i vitit të kaluar. 973 stacione plazhi publike këtë vit, si asnjëherë tjetër më parë. Bashkuar kjo me rregullin që në çdo 1 kilometër vi bregdetare, atje ku është e mundur, 300 metra janë publike. Edhe kjo është prap njërisi. Por, për të mos qenë vetëm në anën e interesit publik, sepse praktikisht biznesi në fushën e turizmit është motori, është shpatulla e fortë mbi të cilën mbështetet sektori i turizmit, i kemi dhënë prioritet bizneseve të cilët kanë bërë investime të mëdha, investime të qëndrueshme, investime afatgjata që kanë të bëjnë kryesisht me strukturat akomoduese serioze. Kryeministri Rama foli edhe për një sistem bashkiak të administrimit, ku të gjithë bashkitë jo thjesht të ruajnë, por të zhvillojnë sipërmarrje bashkiake për të ofruar qytetarëve komoditete shezllonësh dhe çadra me çmime të ulta. Në bashkëpunim me kryetarët e bashkive, nën udhëheqjen e kryetarit Bashkisë Lezhës, që ka krijuar në Bregdetin e Lezhës një model shumë të suksesshëm për jetë vërtetës. Kemi ndërtuar një plan të ri me një ndarje shumë më të qartë edhe me një balancë shumë më të arsyeshme mes plazheve të menaxhuara nga operatorët turistik privat dhe plazheve të publike që do të menaxhohen nga bashkitë. Dhe këtu do t'i ngurojë të gjithë që të ecin në gjurmët e Bashkisë Lezhës në aspektin e asaj që tha Pierini, që të ndërtohet një sistem bashkiak i administrimit ku bashkia jo thjesht të ruaj, por edhe të zhvilloj një sipërmarrje bashkiake, gjë që me sa kuptova po e bën edhe bashkia e Himarës, nuk e di ndursi në çfarë faze është me këtë, po mirë është që të gjitha bashkitë të kenë ofertën e tyre paralele me ofertën e operatorëve privat dhe t'i ofrojnë qytetarëve një komoditet shezllonësh dhe çadrash me çmime shumë herë më. Nga ana tjetër, Pierin Dreu, kryetari i Bashkisë së Lezhës, gjatë takimit theksoi në fjalën e tij se Bashkia e Lezhës ka ndërmarrë një iniciativë të miratuar në Këshillin Bashkiak për ato hotele që nuk kanë stacion, nuk mund të vendosin shezllone. Komplet thash një histori komplet tjetër e mënyrës së menaxhimit. Duhet punë, nuk është e lehtë për ta marrë përsipër si përmarrje, na duhet shumë punë, na duhet edhe një alternativë me task forcat dhe me policinë e shtetit. Unë mendoj që do ta bëjmë edhe me forcën e ligjit, që përveç hotelerive ata që nuk kanë stacion plazhi, nuk mund të vënë asnjë shezllone më.